Mirë se erdhët në Mashqip. Pak ditë më parë Shqipëria u trondit nga një ngjarje e rëndë, ku në ambientet e gjykatës së apelit u vra gjyqtari Astrid Kalaja. Ai u ekzekutua nga një 30-vjeçar familje të cilit kishte pa aq vites që srollate nëpër dyert e gjykatave në kërkim të drejtësisë për të gëzuar pronën. Vrasja e gjyqtarit në sallën e gjyqit mund të ishte evituar nëse do kishte pasur më shumë kontroll dhe siguri në gjykata. Siguri që shteti shqiptar nuk e ofroi, duke justifikuar me mungesën e personelit. Por kjo vrasje siç duket nuk ndodhi për shkak të vendimarrjes personale të gjyqtarit, por si shenjë revolte ndaj sistemit të drejtësisë. Fatkeqësisht edhe pas më shumë se 34 vitesh nga ndryshimi i sistemit, çështjet e pronave mbeten ende një plagë e madhe kombëtare. Asnjë qeveri nuk ka zgjidhur këtë problem, ndërsa sistemi i drejtësisë ka dhënë shpesh vendime kontradiktore, si para ashtu edhe pas reformës në drejtësi. Pavarësisht këtyre problemeve, vrasja është dhe mbetet e pajustifikueshme. E për të folur për këtë ngjarje të rëndë që ka tronditur sistemin e drejtësisë, kam ftuar një ish-gjyqtar shqiptar, konstitucionalist dhe ekspert i lartë që ka kontribuar në hartimin e reformës në drejtësi dhe që sot jeton e ushtron profesionin në Kanada. Miq, me mua është doktori i jurisprudencës Klodian Rado. Faleminderit për që pranuat të vini të bëni pjesë e Mashqipit. Faleminderit i nderuar, faleminderit që më ftuat. Faleminderit që pranuat ftesën, edhe pse mendoj se në këtë kohë duhet të ishin gjyqtarët dhe shoqatat e tyre në Shqipëri që të ngriheshin e të kërkonin më shumë siguri. Por siç ndodhi rëndom, çudia në Shqipëri zgjat 3 ditë dhe më pas harrohet fatkeqësisht. Pra, zoti Rado, a ke një koment për ngjarjen dhe a mund të ishte evituar vrasja në sallën e gjyqit? Pasi ju keni bërë edhe një analizë të gjatë për këtë ngjarje ku ngrin disa probleme dhe propozoni edhe zgjidhje. Faleminderit edhe një herë. Në fakt, ngjarja që ndodhi ishte pa precedens. Dihet kronika e zezë shqiptare është për fat keq e pasur, sidomos në këto 30 e ca vitet e fundit që me të drejtë ju i prekët, por asnjëherë nuk ishte ndodhur në historinë e shtetit shqiptar që një gjykatës të vritej në sallën e gjyqit. Ky është rasti i parë dhe në fakt që do thotë këmbanat e alarmit kanë arritur në pikën që më të lartë të mundshme. A mund të evitoj kjo? Sigurisht që mund të evitoj. Në çdo rast mund të evitohet, le të themi, një krim i monstruoz i kësaj natyre ku gjykatësi vritet në momentin që i jep vendimin. Sigurisht që masat mund të ishin nga institucionale që lidhen me vetë reformën për shkak të zgjatjes kaq të madhe të procesit, të cilën gjyqtari Kalaja i ndjer kishte në gjykim prej shumë vitesh, por edhe tek masat, le të themi, më të drejtë për drejta që kanë të bëjnë me sigurinë në sallë e gjithçka që mund të ndodhte. Sigurisht tashmë që ka ndodhur gjëja nuk kthehemi dot mbrapa, por natyrisht që mund të reflektojmë sepse dihet që kodet, rregullat me gjak shkruan, me gjak janë shkruar, pra bazuar mbi gjëra që kanë ndodhur përpara, sigurisht që mund të merren dhe reflektohet më pas. Në fakt është e vërtet, por ajo që më shqetësoi edhe më shumë se sa ajo që ishte ngjarja, kuptohet, është se pas vrasjes reagimet në rrjetet sociale ishin tronditse. Shumë njerëz shprehin mbështetje për autorin. Ku mendon se po shkon shoqëria shqiptare? Çfarë shtyn një pjesë së saj të arrijë këtë pikë? Edhe unë në fakt, aq sa më shqetësoi ngjarja, më shqetësoi edhe në fakt reagimi i shoqërisë pas ngjarjes. Megjithatë unë përsëri jam nga ata persona që tentoj të shikoj pjesën plot të gotës dhe jo pjesën bosh, me siguri që patjetër që kishte reagime negative nga publiku, po ata të cilët dhe që unë dua të besoj që është shumica, sigurisht që u distancuan nga një akt i tillë, sigurisht që me siguri e dënuan një akt të tillë. Pra unë dua të besoj që shumica e shoqërisë shqiptare zgjodhi të mos shkruante, dhe sigurisht që shumica e shoqërisë shqiptare e dënoi një akt të tillë. A ka njerëz të cilët, siç ju me të drejtë thonin komente,
të papranueshme, patjetër që ka, dhe kjo tregon në fakt problematikën jo vetëm lidhje me sistemin e drejtësisë, por problematikën në lidhje me mundësinë e shoqërisë shqiptare që me siguri duke ardhur nga një nga diktaturat më të egra, regjimin ateist o komunist të Shqipërisë, një nga më të tmerrshmit e Evropës i krahasueshëm ndoshta siç thonë edhe disa ekspertë vetëm me Korren e Veriut, sigurisht që kjo ka lënë absolutisht pasoja të rënda në mundësinë e brezit që është rritur në atë periudhë, por edhe në mundësinë e atyre që kanë qenë të vegjël në atë periudhë dhe që reagojnë kështu tani. Pra, dua të them që pa diskutim faktori kryesor i atij lloji reagimi lidhet që me formësimin e kulturës së individit dhe të shoqërisë në shoqërinë shqiptare e pastaj edhe me ato që shikojmë çdo ditë. Pra patjetër që është e nevojshme një reformim në Shqipëri në nivel individual që lidhet me sistemin e edukimit e pastaj institucional dhe pastaj lidhje me vetë drejtësinë, cilën ndoshta mund të flasim më pas. Dakord jam që një pjesë e tyre ndoshta nuk është një shoqëri e tërë po themi e degraduar deri në atë pikë sa të urojnë për një njerëz të vdekur. Por mos harrojmë Klodi që në Shqipëri mblidhen qytetarët për reagimet sociale, qoftë edhe për banalitetet Big Brotherit, apo në rastin kur u vra një aktivist konservator këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u mblodhe një grup qytetarësh dhe ndezën qirin. Pra një reagim të tillë për banalitete dhe nuk reagojnë për një gjyqtar i cili jep vendim në emër të Republikës së Shqipërisë dhe nuk jep vendim në emrin e familjes tij. Për këtë mendoj që është shumë shqetësuese, mendoj, nuk e di, ka humbur shpirti i reagimit apo si e gjykon? Unë bashkohem tërësisht me ty që reagimi pas tragjedisë që ndodhi duhet të ishte edhe në nivel shoqëror i ndryshëm, pra institucional po, cilat mund t'i prekim kur të vim aty, por edhe shoqëror, pa diskutim, shoqëria shqiptare, NGO-t duhet dhe mund të kishin dalë, le të themi, në një marshim publik për të suportuar, le të themi, sistemin e drejtësisë, për të suportuar ato të cilët vënë, le të themi, në linjën më të rrezikshme të shoqërisë veten e vet, sepse t'i japësh vendime duke qenë një ish gjyqtar, t'i japësh vendime nuk është gjë e thjeshtë, sigurisht sepse ke të bësh me jetët e njerëzve, që në gjitha rastet je duke zgjidhur një konflikt, por pa diskutim edhe qoftë në raport kur individët me njëri tjetrin, qoftë në raport me shtetin. Kështu që sigurisht duhet të ishte i ndryshëm. Unë dakordsohem tërësisht me ty që duhet publiku të reagonte ndryshe, NGO-t mundet kishin organizuar diçka të tillë, duhet të kishte një dalje, le të themi, publike në suport të, le të themi, sistemit të drejtësisë, sepse kjo do të shërbente më mirë, besoj, ruajtjes së besimit publikut te sistemi i drejtësisë, sepse të minosh ato do të thotë të minosh pastaj shtetin së drejtës. Po, a mendon se kanë ndikuar, po themi, tek shoqëria shqiptare dhe sulmet politike që bëhen ndaj gjyqtarëve ose që janë bërë historikisht, qoftë kryeministrit shqiptar tashmë në detyrë, i cili her pas here fatkeqësisht del dhe publikon ose denoncon gjyqtar për vendimarrje apo drejtues të opozitës. A mos ndoshta edhe kjo ka ndikuar, po themi, tek shoqëria shqiptare, e cila është politizuar aq shumë sa që nuk edhe për një vrasje të një individi që flet në emër të Republikës së Shqipërisë nuk ka një reagim të tillë? Unë dakordsohem përsëri, pa diskutim që politika ka pjesën e vet të mëkatit e kjo, ashtu siç ka dhe media. Ju jeni njëri që vini nga media dhe do doja që me të drejtë një pjesë të këtij mëkati t'ja delegoja, besoj, edhe medias shqiptare, jo të gjithë gazetarët, sigurisht, sepse ka gazetarë të cilët kanë standard të lartë etik, por ju e dini shumë mirë se si portretizon shpesh kronikat e ndryshme një vendim gjykatës apo një vendim të prokurorisë. Domethënë jam i sigurt që mund të numërtojmë pafund raste të tilla ku ka qenë të papranueshme komentet që mund të vinë nga media, nga një vendim i gjykatës apo prokurorisë, apo njëjta gjë nga politika. Kështu që pa diskutim të dyja këto luajnë rol të rëndësishëm në formësimin e opinionit publik në lidhje me sistemin e drejtësisë. Kështu që nëse ka le të themi një arsye se pse opinioni publik në lidhje me sistemin e drejtësisë është atje ku është sot, pa diskutim këto dy faktorë janë nga më kryesorë.
Edhe unë mendoj që edhe media ka, po themi, atë kusuret e saj, por nuk mendoj që është media, po themi, ajo e cila më shumë ka marginalizuar gjyqtarët se sa politika. Mos harrojmë që nga 2013 e këtej kemi ministra të brendshëm, si ishte ministri Semir Tahiri, që dilte konferenca për shtyp, çdo ditë na temonte gjyqtarët. Mos harrojmë se u anatemuan gjyqtarët edhe për lirimin e personave të cilët kishin vjedhur, po themi, në një farë mënyrë dritat elektrike apo energji elektrike. Pra në një farë mënyrë është brumosur fryma e sulmeve ndaj gjyqësorit, dhe nuk mendoj që është një pjesa më e madhe e kësaj vjen nga media, ku një media caktuar mund të jetë patjetër, sepse pushteti gjithmonë priret ti kontrollojë mediat apo të ushtrojë ndikimin e saj, që ne e dim shumë mirë se si funksionojnë. Por unë mendoj që më shumë është sulmet politike dhe individuale, qoftë edhe të kryeministrit të vendit apo edhe sulmet e opozitës që drejtohen në emër mbi emër të prokurorëve gjyqtarëve, se nuk mendoj që nuk mund të jetë kryeministri personi që do të gjykojë vendimarrjen e gjyqtarit. Ka shkallë hierarkike, shkallë të gjyqësorit, të cilat mund të gjykojnë vendimarrjen e një gjyqtarit, por jo legislative. Shko, Flamur, unë dakordsohem dhe nuk jam kundra që pa diskutim politika ka pjesën më të madhe të mëkatit e kjo. Por pse nisa me media? Nisa me median sepse nëse media nuk do të transmetonte se çfarë del një politikan dhe thot për të goditur gjykatën apo prokurorin, sigurisht që publiku do të kishte më pak mundësi për të keq informuar nga kjo. Për shembull, si mund të vesh ti vësh mikrofonin, le të themi, një politikan i shqiptar i cili del si i pandehur nga salla. Domethënë ju e dini rastin Trump, me vendim gjykata ndaloi publikimin e tij jo vetëm në media sociale, po të flasi me media. Kishte vendim gjykate për atë dhe ai s'mund, sigurisht donte të fliste dhe mund të fliste, po flasim për ish president dhe president e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, që do të thotë, standardi aty ndërkombëtar për këtë gjë është. Pra, nuk do të thotë që nëse politikanët për 1001 arsye kanë hedhin balt mbi një prokuror apo mbi një gjyqtar, për shembull rasti më klasik që dua të kujtoj tani është rasti për shembull ndaj zotit Veliaj. Ju e dini se çfarë lloj balte është hedhur nga prokurorët dhe ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve të këtij rasti, sidomos nga mediat që siç doli dhe nga përgjimet, ishin të gjitha me pagesë. Domethënë, si themi, shkrime të edhe në Shqipëri vetëm ndodh që lidhen qytetarët për protestuar para një gjykate, ç'është e vërteta. Pra, shkrime të porositura apo audio të porositura. Kjo fatkeqësia në fakt e mediave tona që edhe ne kemi. Keq përdorimi i medias, pra media mundet të luante një rol të ndryshëm, mendoj, dhe keq përdorimi. Pra nuk po them që media ka fajin më të madh, kjo po them që media mund të vepronte ndryshe në një situatë të tillë. Këtë drejt sa gjëra janë edhe neve kemi ato dëmët apo pjesët e vet, por unë prap jam i bindur që pjesa më e madhe është edhe mungesa e komunikimit, mungesa e institucioneve, sepse ju e përmendëm drejt rastin e presidentit Trump, por sistemi funksionon këtu. Në momentin që urdhëron gjykata për të bërë diçka, zbatimi nuk diskutohet, ndërsa në Shqipëri është e diskutueshëm, vazhdon edhe sot dhe kësaj dite, qoftë edhe nga fakti i vendimarrjeve kontradiktore apo ku e diun se çfarë. Gjithsesi, a mendon se ka siguri për gjyqtarët në ushtrimin e detyrës në emër të Republikës, krahasuar edhe me kohën kur ishit ju gjyqtar, por edhe sot, pa u bazuar ndoshta edhe tek fakti i atij se çfarë ndodhi për gjyqtarin Kalaja? Shiko, sistemi i drejtësisë, le ta pranojmë që përgjatë këtyre 30 viteve ka kaluar në një kalvar të gjatë dhe do të thosha që pas reformës së 2016-s, patjetër që në kuptimin e përmbajtjes së saj, do thosha që është në momentet e saj më të mira për sa i përket sistemit të ri i cili u ngrit, ku rrit garantizmin e gjyqtarit, statusin e gjyqtarit dhe është një sistem i cili, le të themi, me anë të sistemit të vettingut u pastrua me anë të organeve të vettingut, për aq sa mund të realizohet, kuptohet, por nga ana tjetër
është në momentet e saj më të errta për sa i përket ngarkesës super të lartë që u krijua në sistem, dhe sigurisht kur ndërhyn në këto organe natyrisht që do të jetë ajo periudha e ndërmjetme derisa institucionet të vinë në shinat e veta. Pra unë nuk jam nga ata që mendojnë që reforma e drejtësisë ishte një dështim, unë jam nga ata që mendojnë që reforma e drejtësisë ishte domosdoshme që u bë, dhe i gjithë procesi është një proces që ju e dini ishte mbështetur nga Bashkimi Evropian, është mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës si një proces i domosdoshëm për rritjen e besimit publiku dhe për vetë dhënien e drejtësisë në Shqipëri, dhe rasti le të themi më i mirë për ta sjellë këtë si shembull është krijimi i gjykatës posaçme dhe SPAK-ut, të cilat janë dy institucione të cilat rregullisht në raportet do flasim edhe më poshtë në raportet e Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës si dhe të Shtetet Bashkuara natyrisht vlerësohet. A është çdo gjë perfekt? Sigurisht që nuk është. Por a është më mirë se ç'ishte para 2018-s, nga pikpamja e funksionimit të institucioneve? Unë jam nga ata që mendoj që po. Dakord jam, unë në fakt dakord jam për një pjesë caktuar të atyre çfarë the, por unë mendoj ndryshe, sepse pas reformës në drejtësi ku ju edhe ishit një nga ekspertë të lartë të artimit ligjeve, qytetarët sot presin me vite për një vendim të thjesht gjyqësor. Pra në qoftë se dikur para reformës mund të zgjaste një vendim por themi për divorcin apo ku e diun se çfarë por brenda një viti apo 6 muaj, tani po shkon 3 vjet. Mos harrojmë që gjykata e lartë, gjykata e apelit po shqyrtojnë çështje të 2017-s. Pra, unë se do më lejoj të shpjegoj sepse ka ndodhur. A është ky rezultati që pritej nga reforma për cilët edhe vetë ju punuat? Unë jam dakord, Flamur, që pa diskutim për sa i përket heqjes së çështjeve, numrit të çështjeve që hiqte sistemi për gjyqtar apo për vit sipas statistikave, është e vërtetë që ka psuar një ulje për sa i përket numrit të çështjeve që më në fund prodhon një gjykat apo një prokurori, dhe pastaj që përkthehet në zgjatje më të siç ju me të drejtë prekët më të madhe për qytetarët për sa përket afatet në drejtësisë. Dhe me që po flasim, më mund të jap statistika konkrete. Sot që flasim në 2 vitet e fundit, sipas statistikave të Këshillit të Lartë Gjyqësor, mesatarja e gjykimit të çështjeve në shkallë të parë, në apel dhe në gjykatë të lartë në totalin e vet, sot është nga 15 deri në 20 vjet. Domethënë që është sigurisht e papranueshme. Nuk do të thotë që një qytetar të hyjë sot në proces dhe duhet të marrë një vendim për 18 vjet, 20 vjet. A është kjo reforma për cilën punove dhe vet? A është kjo reforma për cilën mendon që duhej bër? Unë jam shumë dakord që le të themi për sa i përket kohëzgjatjes, kjo dha këtë pasojë, por pse dha këtë pasojë dhe a është kjo e përkohshme? E dha këtë pasojë për arsye që ti di shumë mirë, që do thotë edhe gjithë publiku shqiptar i di, do të thotë që afro gjysma e gjyqtarëve dhe prokurorëve dolën nga sistemi për shkak të vettingut. Shkolla e magjistraturës me hyrjet e reja nuk mund t'i përmballonte dot gjitha këto ikje nga sistemi. Që do thotë është matematikë e thjeshtë. Nëse më përpara 1000 çështje gjykoheshin nga 10 gjyqtar, tashmë janë 5 gjyqtarë dhe çështjet janë një lloj, madje mund të jenë shtuar, natyrisht që do krijohet backlog. Pra është krijuar backlogu në gjykatën e lartë, në gjykatat e apelit dhe në gjykatat e shkallës parë. Por për këtë un jam nga ata që mendoj që prandaj reformas duhet lihet në mes. Prandaj reforma se s'bën duhet të çohet deri në fund, sepse nëse lihet në mes, kjo pasojë që ti thua është kështu dhe madje mund të rëndohet me vitet. Por Shqipëria ka nevojë për vazhdimin e reformës, që do thotë reforma ligjore të cilat mundsojnë uljen e backlogut. Dhe ulja e backlogut mundet të bëhet jo vetëm siç mundet të shkojë mendja më njëherë që okay, rritim numrin e gjyqtarëve. Kjo është e fundit që duhet bërë. Rritja e numrit të stafit të gjyqtarëve është e rëndësishme. Rritja e infrastrukturës është e rëndësishme. Vendosja e teknologjisë është e rëndësishme. Sot gjithë bota dhe gjithë, domethënë e përdorin teknologjinë në jetën e tyre të përditshme. Kur vjen puna te gjykata, duket sikur është e pamundur. Si jo, ti e di shumë mirë, sepse jeton vetë Shtetet Bashkuara, që gjithë sistemi
i aplikimin në le themi të një kërkese që mund të bësh në gjykat është komplet me anë të e-filing. Elektronikisht mund të depozitosh kërkesën, elektronikisht mund të marrësh pjesë në sistem, elektronikisht të vjen vendimi, s'ka nevojë të vejë gjykatësi apo prokurori apo pala të niset të vejnë gjykat, tër procesi mund të kryhet shumë elektronikisht. Pra reforma elektronike që mund të bëhet në sistem e mbi të gjitha atë që kam thënë e stërthën edhe me shkrime, edhe me të folur, unë jam i mendimit që në Shqipëri duhet hequr ekskluziviteti i gjykimit të çështjeve vetëm nga gjykatat. Mbaroi, bota e ka zgjidhur këtë dhe s'ka nevojë në Shqipëri që të rishpikim rrotën, ne mundet që të risjellim sistemin e zgjidhjeve alternative të konflikteve me anë të ADR, Alternative Dispute Resolutions, që është negocimi apo ndërmjetësimi apo arbitrazhi. Më në fund gjyqtarëve, se është paradoks, nga një ranë shqiptarët shqetësohen që sistemi gjyqësor është i korruptuar dhe është i tejngarkuar, nga ana tjetër kur i thua atëherë t'ja heqim sepse kjo mund të zgjidhet me anë të ndërmjetësimit, thonë jo, dhe unë besoj që thonë jo nga për shkak sepse presionit politikës, sepse ndoshta nuk e kupton. Unë besoj që politika këtë duhet e kulturës, po themi, ose përshtatjes me teknologjinë e fundit. Po mos harrojmë, Klodi, që është e vërtet kjo që thuaj që bota ka ecur, ka avancuar. Po si mund të bëhet një gjë e tillë ku ne kemi mungesë personeli, kemi mungesë ambienteve, të struktura, po themi të kryesë suvereniteti, kemi mungesë, mos harrojmë që në gjykatën e apelit ku ndodhi rasti i gjyqtarit Kalaja, është për shkak të kësaj reformës të re, për shkak të hartës së re gjyqësore, që u shkrihen të gjitha apelet në përrethje dhe u sollën të gjitha në Tiranë. Edhe kjo ka sjell këtë pasojë sepse në ligj është e parashikuar që të jenë mbi 70 gjyqtarë, ndërkohë sot janë vetëm 30. Pra në moment që këto vonesa po vazhdojnë, po mbarten, puna është tek zgjidhja, sepse pasoja është tek qytetari. Përfundimi i gjithë kësaj është pasoja e vuajtjes të qytetarit, sepse edhe reformën kur ju e nisët bashkë me shumë të kolegë të tjerë, ishte që të ketë një vendim të drejtë, transparent dhe të shpejtë në vendimmarrje. Asnjëra nga këto nuk po funksionon. Dhe u bën disa vite. Dakordsoj me të gjitha që that, dhe kjo është piktura për fat keq, por prandaj them që reforma s'duhet lihet në mes, sepse nëse lihet në mes pasojat janë këto, dhe si nuk lihet në mes. Sigurisht gjitha ju që përmendet janë të rëndësishme, rritja e nivelit të infrastrukturës, vendosja e teknologjisë patjetër, vendosja e stafeve ndihmëse. Për shembull, duke qenë gjyqtar vetë e di se sa e kam vuajtur gjitha këto që thash. Për shembull, një gjyqtar ka një sekretare e cila mund ta ndihmojë apo sekretar që mund ta ndihmojë me njoftim ose një gjë. Por në botë gjyqtari ka staf, ka ekip, sepse gjyqtari prodhon vendimet, prodhosh vendimet do të thotë të kesh nevojë për support, pra sepse shpesh dëgjoj që në rritja e numrit të gjyqtarëve, patjetër ka nevojë për legal team edhe pra skuadër asistentësh për këtë gjë, që mund të ishte asistenti ligjor, mund të ishte research assistenti, mund të ishte sekretari, mund të ishte njoftuesi, pra që mund të kishte një ekip. Dhe kjo është dhe kosto më e ulët në fakt për sistemi, sepse të paguash një gjyqtar është më shtrenjtë se sa të paguash le të themi 2-3 ndihmës rreth tij, dhe kjo patjetër që mundet të lehtësonte sistemin. Por unë mbetem partizan i asaj që se meqense prekët le të themi bashkimin e apeleve në një, sigurisht që ajo më shqetëson nga pikpamja e aksesit në gjykat, por besoj që dhe kjo është e zgjidhshme. Pse? Sepse nëse do të bënte revolucionin në Shqipëria për sa i përket elektronizimit të sistemit, që nuk ka nevojë të nisesh ti nga Saranda të vesh në gjykatën e apelin Tiranë apo nga Tropoja. Ti je në shtëpinë tënde, siç jemi tani bashkë, secili në shtëpinë e vet apo në zyrën e vet, dhe mundet ta bëjë proces. Nuk është parashikuar nga ligjvënësi, nga reformat ose ekspertët e reformës, të cilët e prandaj them që reforma s'mund të lihet në mes, do të thotë që duhet të vendoset tashmë elektronizimi i sistemit, që është hap i radhës që besoj që është duke u menduar tani në amendimin që do t'i bëhet kodeve, kodi procedurë civile, administrative dhe kodi procedurës penale. Pra mendoj që mundësit janë, prandaj reforma nuk mund dhe s'duhet të lihet në mes, duhet të shkojë deri në fund. Uroj të zgjidhet, por e shoh të vështirë duke qenë që është mbi ngarkuar sistemi, sepse mos harrojmë në kohën tuaj mund të keni pas 150 ja deri 200 apo 300 dosje në vit, ndërsa tani
ka shku dosje 800 deri 1000 dosje. Dhe cila është vendimarrja e drejtë në këtë rast? Nuk besoj që edhe në aspektin fizik dhe në gjykim i arsyeshëm ose një gjykim i arsyeshëm dhe i ftoftë gjyqtarit është e vështirë për të bërë kur ke ti 800 apo 1000 dosje në vit. Është e pamundur në fakt, unë flas kohë pas kohë edhe kur jam në Shqipëri, po edhe në distancë me ish koleg, gjyqtar apo prokuror që janë tani në sistem apo ish student të mi që janë tashmë në sistem, dhe shqetësimi që ata kanë është kthyer në e pajetueshme profesioni gjyqtar, dhe pamundur për të jetuar në gjyqtar për shkak të ngarkesës. Domethënë, duke punuar në mbasdite me arsyetim dosjesh, duke përpunuar në fundjavë. Pra le të themi, nëse një gjyqtar vjen në pikën e djegjes, do thoshja, domethënë profesionalisht, atëherë sigurisht që ai nuk mundet që të bëj siç duhet të bëj punën e vet, sepse në fund të fundit është qenie njerëzore, ka limitet e veta, dhe kështu që nuk mund dhe nuk duhet që çdo gjë të shikojmë si ta kërkojmë te gjyqtari dhe fajt apo te prokurori. Mendoj që problemi është sistemik dhe jam dakord që patjetër që është domosdoshmëri një orë përpara të vijë dorë në këto rregullimet sistemike, jo vetëm ligjore, por edhe administrative me anë të KLG-s. Unë jam nga ata që mendoj që Këshilli i Lartë Gjyqësor, si qeverisja e gjyqësorit, mund dhe duhet të bëj shumë më shumë se sa bën. Duke përfshirë që nga jemi këtu. Ju keni qenë ndërartuesit kryesor të ligjeve për krimin e këtyre institucioneve kushtetuese si KLP dhe KLG. Si e vlerëson punën e tyre tani, duke qenë që po në vazhdën asaj se çfarë po thonit? Unë jam nga ata që mendoj që të dyja këto organe qeverisë, respektivisht të gjyqësorit apo të prokurorisë, mund dhe duhet të bëjnë më shumë. Është detyrë e tyre që le të themi të ravizojnë politikat qeverisë për këto institucione. Sigurisht që aty ku ka nevojë për ndryshime ligjore, mund t'ia çojnë draftet kuvendit dhe këto ndryshime të bëhen, por jo gjithmonë janë të nevojshme të domosdoshme ndryshimet ligjore. Këto mund të bëhen dhe me akte nënligjore që këto organe mund t'i kryen, por edhe me mundësi dhe me aksion të përditshëm që këto institucione mundet t'i transmetojnë gjykatave dhe prokurorive. Patjetër që mund të bëhet shumë më shumë në këtë drejtim. Një nga shqetësimet për shembull që un kam lidhje me këtë dhe që besoj që vlen të preket, është për shembull pse ju e preket me të drejtë pse ka mbetur apeli me gjysmën e numrit të gjyqtarëve ose me 1/3. Kolegët më thonë për shembull që për arsye sepse ligji i kërkon që të bësh promovimin e gjyqtarit kërkon të paktën 2 vlerësimet e fundit dhe KLG-ja nuk ka bërë këto 2 vlerësime. Nuk ka bërë asnjë vlerësim, ka raste që gjyqtarët e KLG-s nuk kanë bërë asnjë vlerësim, nuk kanë nxjerrë as rregullore dhe funksionimin e tyre. Mund të kenë bërë një ose se kanë bërë të dytin dhe si rrjedhim ka ndodhur kjo situatë që ka ndodhur. Pra, patjetër dhe KLG dhe KLP mund të bëjnë shumë më shumë dhe duhet të bëjnë shumë më shumë. Duke qenë që jemi te pjesa e gjyqtarëve dhe ne e dim që institucioni vetëm që tashmë sjell gjyqtarët në sistem është shkolla e magjistraturës. Ka pas zëra edhe nga intervistat e personazheve të ndryshëm të drejtësisë që kam bërë, që shkolla e magjistraturës nuk ka më atë cilësinë siç e kishte, por ka vetëm sasi. Si e gjykon nga kontaktet që keni edhe me, sepse ju keni qenë edhe një nga pedagogët që keni dhënë edhe mësim? Tani, edhe kjo për fat keq është e vërtet dhe kjo vjen besoj për disa arsye. E para njëherë dhe kualiteti i juristëve që dilte në atë kohë, le të themi përpara masivizimit të juristëve. Domethënë, po ta mendosh konkuronin 2-3 veta, fitonin 100. Pra 100 mbaronin juridikun. Tani s'mbaron 100, po ndoshta mbarojnë 5000 në vit juridikun. Nuk e di sa mbarojnë në Shqipëri, po me mira me siguri. Po të vendosësh edhe shtetërorin, edhe privatët, me siguri që janë mira. Pra numri më i madh sigurisht që le të themi është një nga ndryshimet krahasuar me çfarë ishte. E dyta, numri i madh i atyre që fitojnë. Për shembull tani fitojnë 70, 80, 100 veta në vit, dhe kjo e kuptoj që diktohet për shkak të nevojave. Ne thamë që si do plotësojnë këto vende. Kanë ulur edhe atë notën mesatare me sa informacion kanë. Nota mesatare ka qenë mbi 8 dhe ky është një kriter që është prekur, por numri
për shembull, ne konkuronim 1500 veta, fitonim 10. Në konto 1400 për 130 për 10 vende, për 8. Bashkë me gjykatën keni qenë 10, 12, 18 diçka tjetër. 8 ose 10. E kupton, pra imagjino tani fitonte 1 në 100. Kurse tani konkurrojnë 100 dhe fitojnë 70. Apo konkurrojnë, 150, 200 dhe fitojnë 100, pra I bie 1 në 2, e kupton vetë diferencën ndërmjet 1 në 100 me 1 në 2. Domethënë, kështu që dhe kjo ka sjell uljen pastaj e nivelit. Një arsye tjetër e uljes nivelit besoj është edhe numri I madh I studentëve që ka në duar shkollë e magjistraturës dhe mungesa e kapacitetit të vetë shkollës për ta përballuar këtë numër. Kur ishim 10 veta aty, sigurisht e kupton se çfarë lloj, le të themi, ambienti ishte, kur secili prej nesh kishte një grup pedagogësh te koka. Kur tani nëse janë 70 veta, ndihesh sikur je në një sallë leksionesh ku profesori bën leksionin edhe askush s'merret në mënyrë individuale me përgatitjen gjyqtare. Të radha me fol 1-2 javë. Bravo, dhe mund dhe mos të vide aq. Kështu që gjitha këto sjellin si pasojë që edhe produkti pastaj mund mos jetë në atë nivel. Fatkeqësisht dhe uroj që kjo gjë të ndryshohet edhe pse unë e shoh shumë të vështirë. Po nga ana tjetër si e gjykon procesin e vettingut? A pati vendime të drejta apo selektive në shkarkimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve? Përsi në media kanë dalë shpesh histori të ndryshme, qoftë edhe pjesë të anëtarë të KPK-s, të cilët ishin të politizuar, hiç më shumë më të fundit kemi në zgjedhjet e kaluar. Një nga anëtarët e KPK-s u zgjodh deputeti I Partisë Socialiste në pushtet. Domethënë, ai ishte selektive në shkarkimet e gjyqtarëve. Tani në lidhje me çështjen e vettingut, unë duhet ta bëj analizën time në 2 drejtyme. Drejtimi I parë ka të bëjë me parimin. A duhej vetting në Shqipëri ishte I domosdoshëm. Absolutisht duke patur parasysh sistemi se si ishte. Pra, në parim sistemi kishte nevojë dhe procesi I vettingut ishte I nevojshëm apo I domosdoshëm. Te pjesa e dytë e analizës që dua të bëj, a ishte çdo gjë perfekt në këtë proces? Patjetër që kishte të metat e veta procesi, disa raste mundet që problematikat kishte të bënte me ata që u përzgjodhen anëtar të organeve të vettingut, qoftë në nivelin e parë apo të dytë, apo edhe vendimarrja e veçantë në lidhje me gjyqtar apo prokuror. Nuk vetuan siç po I vetojnë të tjerët, ose siç I kanë vetuar të tjerët. Kjo është një nga kritikat të cilët ne kemi në fakt trajtuar edhe në artikuj shkencor. Kjo ishte një nga çështjet, por ki parasysh që edhe koha në të cilët u synuan që të krijojnë këto institucione sa më shpejt, ishte shumë e shpejt. Kështu që është e vërtet, asnjëri prej tyre nuk kaloi në një sistem vettingu siç vetuan gjithë të tjerët, po të kishte bërë ndoshta edhe shumë prej tyre s'do arrinin që të ishin anëtar të organeve të vettingut, por patjetër pastaj ka patur raste që mund të jenë problematike, vetë gjykata e Strasburgut ka patur raste që ka kthyer, ka ende procese të cilat janë qoftë në apel, qoftë edhe në Strasburg, të cilat unë parashikoj që do të ketë vendime që do të rikthej siç ishte rasti I një apo prokurorëve apo gjyqtarëve, apo si prokuroria Sevdari, apo edhe të tjerë të cilët le të themi janë kthyer në sistem pas vendimeve të gjykatave më të larta ose Strasburgut. Kështu që patjetër, por a justifikohet që në të gjithë këtë, le të themi 1000 e ca gjyqtarë dhe prokurorë që të kalojnë atë proces, të ketë edhe gabime rrugës? Patjetër ka pasur, patjetër që sistemi mundet që të procesi vettingut mund të ishte edhe më I mirë, ndoshta edhe më I shpejt, por në fund po të vendosësh në peshore, le të themi, pozitive dhe negative të këtij procesi, unë vazhdoj të jem partizani I saj që ishte I nevojshëm. Në fakt ndahemi shumë në mendimin lidhje me këtë pjesë. Gjithsesi, a ka një emër që mendon që një gjyqtar apo një prokuror I është bë padrejtësi nga shkarkim nga vettingu, një emër që juve personalisht mund ta njihni, mund ta dini, mund ta njihni? A keni një person që mund të thuash që po, ky është bëj gabim, mendoj unë? Tani, unë shumë prej tyre I kam edhe miq personale dhe nëse do thosha një emër mund
të mërziteshin shumë të tjerë që pse nuk thashim edhe të tjerë. Pra mendoj që nuk është problem. Unë i kam thënë disa herë pas here kam shkruajtur në fakt për personazhe të rëndësishëm të sistemit që janë larguar, që mendoj shumë pa të drejtë, duke bërë krahasimet me persona të cilët edhe kanë kaluar, kuptohet kjo? Shiko, ke parasysh një gjë, duke qenë si ish gjyqtar dhe akademik të pjesa e ligjit, unë ja rezervoj vetes të drejtën të flas pa patur gjithçka të dosjes, sepse domethënë unë kam lexuar vendimet e këtyre, sigurisht, por nuk kam gjithçka që ajo gjykat apo ky organ vettingu ka vënë në peshore për të marrë atë vendim. Pavarësisht se shumë prej tyre mund të kenë qenë miqtë e mi dhe mua në nivel personal më ka ardhur shumë keq kur kam parë që ata njerëz kanë dalë nga sistemi sepse mendoj që mundi shërbenin shumë mirë sistemi dhe kanë qenë jurist brillant apo gjyqtar apo prokuror brillant, por nga ana tjetër duke mos pasur para vetes të plota provat, edhe sot po vazhdon kulturën e gjyqtarit. Ne kërkon të kesh provat dhe materialet për të vëzhguar e për të gjykuar një gjë të tillë. Është e pamundur ta bësh një vlerësim të tillë, sepse mund të gabosh edhe nuk do doja që t'ja lejoja vetes këtë pjesë, domethënë, sepse në fund të fundit ata që kanë marrë këto vendime janë profesionistë të ligjit dhe me siguri që kanë parë gjëra që prandaj kanë marrë këto vendime. Për disa gjykoj, kam dyshimet e mia që nuk ishin profesionistë. Gjithsesi ta kalojmë. Por si e mendon, si e vlerëson sot punën e prokurisë së posaçme Spakut? E preka pak më parë këtë pjesë. Unë mendoj që krimi i Spakut është një nga historitë e suksesshme të institucioneve shqiptare. Gjithashtu dhe gjykatës posaçme. Pavarësisht se te kjo pjesë, le të themi, unë e kuptoj që ka pasur dhe kritika, ka pasur kritika nga politikanët, ka pasur kritikat nga media, që dyja këto përpunojnë opinionin publik, siç folëm pak më përpara, dhe le të themi dhe opinioni publik mund të ketë shfaqur, le të themi, ato pikpyetjet e veta. Ishte histori suksesi për shkak sepse nuk jo vetëm për shkak të atyre që hynë ato institucione që nga sa unë i njoh, le të themi, janë gjyqtarë dhe prokurorët më me integritet të sistemit shqiptar. Sistemi i përzgjedhjes tyre mendoj që ishte nga më të mirët e mundshëm aq sa shpreh sa Shqipëria mund të realizojë në hyrje për gjyqtarët posaçëm dhe prokurorët posaçëm, pra mendoj që një karrierë e natyrshme e ajkës së gjyqtarëve dhe prokurorëve për të qenë në këto institucione. Tjetër është histori suksesi për shkak të punës që këto institucione në një periudhë kaq të shkurtër kanë arritur që të nxjerrin, duke vendosur para drejtësisë njerëz të cilët askush do i besonte në 2016 kur filloi kjo reformë që të shkonin ndonjëherë para drejtësisë, por është fakt. Dhe të gjitha pushteteve duke përfshirë vetë gjyqësorin, pushtetin ekzekutiv apo legislativ. Dhe këto janë fakte. A është perfekt gjithçka në këto institucione? Sigurisht që nuk është. A ka vend për përmirësim? Sigurisht që ka, por kjo është Shqipëria. Nuk është aq e thjeshtë. Dakor që vend për diskutim ka, vend për po themi keq interpretime ka dhe vend, mendoj unë, për që mund të bënin punën edhe më mirë, ka dhe diskutime të cilat nuk kanë qenë të drejtë. Ka raste që vetëm 2 rastet e fundit mendoj unë që prokuria e Spakut në një farë mënyrë ka shkel kushtetutën, duke qenë që gjykata kushtetuese doli me 2 vendime deri tani kundër këtij institucionit, kundër veprimeve të tyre, por si konstitucionalist dhe si njeri që e njeh mirë kushtetutën, si e gjykon nisjen e hetimeve dhe urdhrin për vëzhgimin e gjyqtarëve gjykatës kushtetuese nga prokuria pa vendim gjykate, ku vetë prokuria ishte palë në proces? A mund të konsiderohet ky si veprim, si shantazh ndaj gjyqësorit? Sigurisht që le të themi vendimet apo urdhrat e prokurorisë, siç është sistemi, do të shkojnë në gjykatën e posaçme, në shkallë të parë apo në gjykatën e apelit, e pastaj në gjykatën e lartë rregullisht dhe në gjykatën kushtetuese. Pra, në punën e vet, sigurisht që prokuroria është organ hetimi, është palë në proces, sigurisht që duhet të drejtohet nga parimi i ligjshmërisë, dhe i konstitucionalizmit në mënyrën e vet, por nëse kanë gabuar,
nëse ndodh që kanë gabuar, sigurisht prandaj janë gjykatat aty, prandaj është gjykata e posaçme që dhe ka patur plot raste kur gjykatat kanë kthyer vendime prokurorisht apo gjykatat e apelit kanë kthyer vendimet e prokurorisë apo ku diun gjykata e lartë apo kushtetuese siç morët ju rastin. Pra, kjo nuk më çudit sepse kjo është mënyra normale e funksionimit të një shteti të drejtës ku institucionet janë vendosura ashtu dhe do të vinë pasojat. Tani për sa i përket rastit që ju morët ku prokurorët të SPAK-ut mund të kenë pasur në përgjim gjyqtarë gjykatës kushtetuese, personalisht nuk është se kam këtë informacion, e kam lexuar në media, nuk e di sa e vërtetë është, duke qenë se nuk e di sa e vërtetë është. Kam publikuar vendimin e prokurorit me firmën e prokurorit, i cili kishte urdhëruar vëzhgimin e tyre pa vendim gjykate. Sigurisht, nëse kjo ka ndodhur, kjo do të ishte në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Sepse ishin në një proces gjyqësor që po zhvilloi brenda gjykatës kushtetuese ku palë ishte prokuroria e SPAK-ut dhe në emër të dyshimit të arsyeshëm atë parësyeshëm është çështje interpretimi, prokurori ngren një grup vëzhgimi ndaj gjyqtarëve me idenë që po ndikohen në vendimarrjen e tyre për një vendim i cili po ishte palë në këtë proces. Dhe kjo është shumë e rëndë mendoj, sepse nuk ka një institucion më lart se gjykata kushtetuese ku juve ose personi në fjalë mund ta ankimonte të drejtën e tij dhe me çfarë atë quhet kur je palë në proces, kemi gjyqtar prokuror, palë në proces dhe ti qohesh dhe vëzhgon gjyqtarët. A është kjo ajo që donin të bëjë kjo reformë? Shikon, nëse kjo ka ndodhur, nuk e kam parë vendimin, nuk kam parë bazën ligjore për këtë, por nëse kjo ka ndodhur, nga mënyra se si ju e thoni, po e marr si të vërtetë të që ju thatë, sigurisht që më duket do të ishte në shkeljet kushtetutës dhe kodit procedurës penale se si bëhen, le të themi, përgjimet apo vëzhgimet e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Kjo do të ishte problematike. Është në rëmtarinë e organeve të specializuara të prokurorisë SPAK që ti krye dhe këto janë subjekte në fakt të SPAK-ut, por janë subjekte të SPAK-ut nëse kanë dyshime të arsyeshme dhe janë pjesë e një procesi penal. Kështu që te kjo pjesë sigurisht që siç ma thoni, besoj që do të ishte në mos përputhje me Kushtetutën dhe Kodin e Procedurës Penale. Në fakt është e dyta raste, sepse edhe në rastin e fundit gjykatës kushtetuese që pritet të zbatet vendimi është shprehur që SPAK-u ka shkelur Kushtetutën në lidhje me sekuestrimet e telefonave të personave të cilët nuk janë subjekt të ligjit, në një farë mënyrë nuk janë as në hetim, as të pandehur, thjesht dëshmitar dhe konfiskimi i telefonave të tyre është cilësuar e paligjshëm, apo edhe vendimi tjetër gjykatës kushtetuese për kolegun tim Elton Qyno, i cilin për sekuestrimin e mjeteve të punës. Pra, në dy raste gjykata kushtetuese është shprehur tashmë që ka konstatuar shkeljet kushtetuese në këtë rast nga prokurorët e SPAK-ut. A mos ndoshta prokurorët e SPAK-ut ndihen aq të fuqishëm saqë bëjnë edhe gabime të tilla, po themi edhe trashanike? Unë mendoj që këto vendime që le të themi cënojnë vendimarrjen e SPAK-ut, sigurisht që janë mësime të mira për këtë institucion, i cili sidoqoftë pavarësisht se unë e konsiderova si histori suksesi, patjetër që ka vënë për përmirësim dhe me siguri që këto vendimarrje të organeve më të larta e bëjnë SPAK-un të reflektojë, besoj, dhe me siguri ma merr mendje që kanë reflektuar dhe reflektojnë në tarinë e përditshme tani. Uroj dhe shpresoj në fakt, por i kthejmë pak historisë tënde personale. Pse u larguan nga Shqipëria duke heqë dorë nga detyra e gjyqtarit? Kishte ndonjë pakënaqësi ndaj sistemit apo çfarë ndodhi këtu? Faleminderit për këtë pyetje. Unë shërbeva si gjyqtar deri në 2010-ën, kur në 2010-ën më mundsua për shkak të çmimit Chevening të ofruar nga ambasada britanike për të shkuar për të kryer një master në Britani të Madhe, dhe pas kthimit unë isha me shpresën për të kontribuar në sistem. Në atë kohë ambasadoria britanike i dërgoi një letër gjithë anëtarëve të KLD-s të asaj kohe për promovimin, meqense po vija dhe nga një kisha kryer dhe studimet e masterit pikërisht për të drejtën evropiane dhe synimishte për me kontribu. Por sigurisht që nuk më dhaja mundësi, dhe më thënë qoftë kërkesat për promovim, qoftë kërkesat për të kaluar pastaj në gjykata që mund të kontribuoja më shumë,
nuk ma mundësuan më pastaj qëndrimin në sistem. Pra problemi i mos qëndrimit në sistem kishte të bënte me sistemi asaj kohe e linte gjyqtarin pa dinjitet në çdo kuptim. Në kuptimin duke nisur që nga paga, domethënë nuk e di sa e ke idenë se sa paguaj një gjyqtar para reformës, po ta them nëse nuk e ke, ishte diku te $500-600 në vit. Domethënë dhe të shkoje ku kishte nevojë atë dheu. Domethënë jam i sigurt që ti si gazetar merrje 2-3 herë më shumë, apo çdo gazetar tjetër. Kështu që imagjinoje pak dhe do shkoje ku kishte nevojë atë dheu me kostot e tua. Domethënë imagjinoje pak një gjyqtar që mund të jetonte në Tiranë siç isha unë, atë dheu kishte nevojë që të ikja 200 kilometra çdo ditë, duhet të veja të vija, apo nëse do rija atje gjitha shpenzimet e kishte vetë në fund, bëje një llogari që nuk arrije do të mbijetoje me dinjitet po flasim. Dhe zgjedhja që gjyqtarët kishin ose të ishe në kushtet e mbijetesës, ose të zgjidhje të ikje, ose të korruptoheshe. Këto ishin 3 opsione. Unë zgjodha këtë të mesit, zgjedha të ikja nga sistemi sepse nuk doja të bëja asnjërin as tjetër. Pra, dikur sistemi ju detyroi në një farë mënyrë të largoheshit. Por tani që jeni larg, në fakt keni kandiduar disa herë për institucionet kushtetuese. Pse mendon të kthehesh? A mendon se tani a jeni skualifikuar padrejtisht duke mos u zgjedhur dhe a mendon që tani sistemi meritokracinë e ka të ndërtuar që keni shpresë që të bësh të kthehesh duke u lidhur me atë se për çfarë arsye ikët? Faleminderit për këtë pyetje. Në fakt unë jam nga ata që mendoj që kontributi i jot i imi i gjithë diasporës në lidhje me Shqipërinë duhet jetë i mirëpritur dhe duhet jetë atje gjithmonë, duke parë nga ky parim sigurisht prandaj e konsideroj si kontribut te pjesa e reformës, gjatë reformës, post reformës, por edhe për hyrjen në institucione të drejtësisë përfshirë pyetjen që bëhet. Kështu që është e vërtetë që un kam aplikuar për gjyqtar gjykatës kushtetuese, po për shkak të rrethanave kam hequr dorë nga aplikimi apo e kam lënë procesin në mes që lidhen me rrethana personale më shumë se sa që më krijuan se sa me skualifikimin, pra ishte heqje dorë. Megjithatë, a e shohun ende gjykatën kushtetuese apo gjykatën e lartë shqiptare apo institucionet e drejtësisë shqiptare si një vend ku mund të kontribuojë në të ardhmen? Besoj që po, sepse mendoj që sistemi i drejtësisë tashmë siç është ndërtuar mund të ofrojë një ambient më dinjitos krahasuar me atë që ishte dhe sigurisht dhe kontributi besoj duke qenë në këto institucione më të larta mund të jetë edhe më i dukshëm atje. Këtë e konsideroj si pjesë të kontributit, jo sepse është një domosdoshmëri për mua për të lëvizur nga këtu ku jam për të shkuar atje. Përkundrazi do të ishte në fakt një barë e shtuar për mua dhe anëtarët e familjes kjo lëvizje mbrapsht për 15 vjet, pas 15 vjetësh që jam këtu. E kuptoj në fakt se pse ju sot keni ndërtuar jetën në Kanada. Keni përveç asaj keni mbrojtur edhe doktoraturën dhe disa diploma të tjera në fushën juridike. Sa e vështirë ishte kjo rrugë dhe çfarë duhet ndjek një student nga Shqipëria për të konvertuar diplomën shqiptare dhe për të studiuar në Kanada apo edhe për të përshtatur me sistemin në Kanada? Si mund na tregosh eksperiencën tënde? Sigurisht që nuk ishte një rrugëtim i thjeshtë, sidomos kur vije le të themi me një background të tillë dhe me një pozicion pune të tillë. Domethënë në Shqipëri duke mbaruar juridikun, shkollën e magistraturës, master në Angli, tjetër master në Universitetin e Tiranës, që le të themi apo duke qenë rolin e gjyqtarit dhe pedagogut, le të themi nga pikpamja e edukimit dhe karrierës, çfarë tjetër mund të prisje dhe doje nga Shqipëria. Çështja është që momenti i lëvizjes këtu pavarësisht të gjithës kësaj pakete do të ishte le të themi sfidë nga fillimi për të vendosur këtu. Kështu që unë patjetër duhet kaloja në procesin e ekualentimit të diplomave, në procesin e njohjes, harmonizimit diplomave dhe sigurisht kryerjen e diplomave këtu për të mundësuar edhe licencimet e mundshme këtu pastaj për të punuar qoftë si avokat apo qoftë si pedagog në universitet. Kështu që kryerja e doktoraturës në Kanada ishte le të themi
hapi i parë që unë bëra pasi erdha, sepse mua më ofrua në fakt një kontratë pune 6 vjeçare si pedagog në universitet direkt, që me ardhjen në Kanada dhe duke kryer dhe doktoraturën të njëjtën kohë. Kështu që ardhja ishte e tillë dhe sigurisht pastaj pas marrimit të doktoraturës dhe a ishte vështirë kvalifimi i diplomës në një sistem. Për një jurist është më e vështirë se sa le të themi për një inxhinier apo për një të shkencave eksakte, për vetë arsyen e vetë kuptueshme që janë shkenca nacionale, shkencat e ligjit. Sepse ligji në Shqipëri është ndryshe nga Kanada, këtu do ta fillosh nga zero pjesën e njohjes së ligjit kanadez. Fakti që vija dhe nga një diplomë master nga Britania e Madhe që është common law system, sigurisht ma lehtësoi rrugtimin për këtej, por natyrisht që duhet ta nisi nga fillimi. Kështu që ajo që unë bëra dhe që unë i këshilloj edhe klientëve të mi që më këshillojnë, që më kërkojnë ndihmën për këshillimin e karrierës, sidomos jo vetëm për juristët, por edhe për te, me që po flasim për juristët, patjetër që rrugtimi do të ishte njohja, kualentimi i diplomës, bërja e lëndëve shtesë që do duhet për të njohur legjislacionin kanadez, pastaj kryerja e licencimit dhe puna në fushën e ligjit dhe nuk është e pamundur, sigurisht që është sfidë e cila më kërkon vite angazhim, por jo e pamundur. Në fakt, në vazhdim asaj që tha që shumë klientë kërkojnë konsultime, ju tani në Kanada keni zyrën tuaj ligjore ku mes tjerash ofroni edhe konsultime për viza kanadeze. Ku mund t'ju kontaktojnë ata që duan bashkëpunojnë me ju dhe për cilët profesione ka më shumë kërkesa në Kanada? Si mund të gjejnë dhe si mund të komunikojnë me ju për të konsultuar apo të marrë një këshill ligjor apo një këshill se si mundet të vinë në Kanada këto njerëz që duan të largohen nga Shqipëria për shumë arsye? E para njëherë unë jam nga ata që le themi më dhëm zemra kur dëgjoj që shqiptarë ende duan të largohen nga Shqipëria, por ç'a mund t'i themi unë dhe ty kur ne vetë zgjodhëm të ikim nga Shqipëria? Ti për një arsye më të vështirë dhe më të egër se sa unë, por sigurisht që ne kemi zgjedhur të ikim nga Shqipëria. Kështu që te kjo pjesë unë gjithmonë këshillimin me ta e filloj pse do të largohesh nga Shqipëria. Domethënë keni parasysh që sfida e emigrimit është sfida e emigrimi, por nga ana tjetër ata tashmë kanë marrë këtë vendim dhe kështu që mënyra se si mund na kontaktojnë qoftë në zyrat tona në Toronto, ne kemi deg tonën që quhet Radio Canada Visa, por ne kemi website-in ton, kemi faqet tona në media sociale, kemi daljet tona, domethënë edhe në kanalet tona, por ne kemi degën tonë edhe në Tiranë, ku le të themi për klient rajonit mundet që të na afrohen edhe atje për të na kontaktuar, edhe pse le të themi elektronikisht kjo është e mundur nga gjithë bota. Kjo për sa i përket shqiptarëve. Pastaj sigurisht ne kemi klientë nga çdo kontinent, kështu që për çfarë do lloj emigrimi, për gjitha format e ardhjes në Kanada, kështu që me gjitha format e mundshme dhe hapat janë që pas kontaktit ne i ofrojmë një këshillim tërësisht falas kujdo që është interesuar për Kanadan, le të themi një free assessment, vlerësim paraprak për të parë nëse ka shanse dhe nëse s'ka shanse e lëm aty, por nëse ka shanse të mira, sepse ju e dini që emigrimi në Kanada është pak emigrim i ndryshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shumica mundet që të vinë me llotarinë amerikane, po këtu është një emigrim le të themi ku procesi i përzgjedhjes është specifik edhe synon Kanadaja përgjithsisht një emigrim elitar, kështu që do të thotë që duhet të kalosh në gjitha këto fila. Kështu që hapi parë kontaktin e bëjmë një assessment, vlerësim paraprak, pastaj nëse ka nevojë mund të bëjmë një seancë konsultimi dhe pastaj mund të kalojmë ta marrim klientin. Cilat janë profesionet që ka më shumë kërkesa në shtetin kanadez që janë më të favorizuar në një farë mënyrë, duke pa që emigracioni gjithandej është zgjeruar, si themi në Gjermani shumë infermierë shkuan apo shkonin të punonin ande. Cili është ajo çfarë kërkojnë Kanadaja më shumë për emigrantë që ka nevojë? Në fakt Kanadaja është një vend që
ka programe të ndryshme, sot që flasim ka rreth mbi 80 programe që janë aktive në nivel federal apo të provincave, dhe programet janë në fakt mundsojnë të gjitha nivele, mundsojnë biznesmen të cilët duan të hapin degët e tyre në Kanada, kjo i mundsohet atyre kësaj kategorie, i mundsohet atyre që janë intelektual, cilët kanë përfunduar studimet e larta apo edhe doktoratura apo mastera dhe që kanë dhe eksperiencë në fushën e tyre, kësaj kategorie i mundsohet se ka programe të veçanta për ta. Punojësit që kanë një zanat edhe këtyre i mundsohet sepse ka programe për ata që janë të zanateve që mund të jenë kontratat e punës apo programet e tjera që mund të jenë programet e kryerjes të një diplome një vjeçare zanati dhe pastaj të vazhdosh punosh në atë zanat. Edhe sigurisht një numër i madh i atyre që janë të mirëpritur nga Kanadaja dhe kjo është në fakt e dera më e madhe hyrëse në Kanada, vetëm vjet 935.000 veta hyn vetëm nga kjo derë, që është dera e atyre të cilët dëshirojnë të vinë për studime në Kanada, të gjitha formave, studim që nga shkolla e mesme, shkolla e lartë, kolegj, master apo doktoratur, dhe Kanadaja ndryshe nga disa vende të tjera që pas marrimit të shkollës, për shembull, duhet të kthehesh natë dhe mundson leje pune të hapur për të marrë eksperiencë kanadeze dhe pastaj ka mundësinë për të marrë permanent resident, pra rezidencën permanente kanadeze dhe pastaj shtetësinë kanadeze. Pra në gjitha këto forma, plus pastaj natyrisht bashkimet familjare apo viza turistike që mund të kthehen pastaj në status të përkohshëm apo të përhershëm, dhe natyrisht ne presim dhe mirë presim të shpresojmë këtë herë që Shqipëria do të jetë pjesë e botërorit Amerikë, Kanada, Meksik, që të kemi le të themi një kërkesë shqiptarësh këtë herë për të ardhur me gëzimin e Shqipërisë. Sa gjatë ky proces të dokumentimit apo të aplikimit, sa mund të zgjas për një shtetas shqiptar, qoftë student, biznesmen apo ka limite të caktuara? Po, kjo varet nga programi në program. Po, kjo varet nga programi, ka raste për shembull që nëse flasim për një vizë turistike mund të zgjatet disa ditë, nëse flasim për kontratë pune mund të zgjati disa javë deri në disa muaj, nëse flasim për opsionin e studimeve dhe njëjta gjë mund të zgjati disa javë dhe në disa muaj, po asnjëherë nuk e kaloj një vitin, dhe ka opsione të cilat për shembull këto të investimeve mund të jetë pak më gjatë se sa një vit, apo ajo që njihet si opsioni lotarisë kanadeze që nuk është lotari, por është një sistem meritokratik renditje të kandidatëve, që dhe ai proces mund të zgjatet diku te një vit apo një vit e ca. Pra le të themi nuk janë procese ekstremisht të gjata, Kanadaja e ka ngritur sistemin e migrimit për të qenë sa më praktik dhe sa më efektiv. Në fund, në fakt, para se të kaloja në fund, doja një mendim, çfarë mendon për politikën shqiptare ose për këto njerëz të cilët prej 30 e sa vitesh janë në pushtet në Shqipëri? Si e gjykon, si e mendon politikën në Shqipëri? Se besoj juve e ndiqni, sepse keni qenë edhe një nga zërat e fuqishëm për votën e diasporës. Pra si e gjykon politikën në Shqipëri? Unë mendoj që politika në Shqipëri ka ardhur në pikën që ka nevojë për një reformim të thellë të klasës politike, jo vetëm në përmbajtje, por edhe në opsione që i ofrohen. Pra në përmbajtje, vetëm në përmbajtje të atyre që janë në skenën politike shqiptare, të cilët kanë nevojë, do thosha, për një spastrim të thellë të përmbajtjes që këto forca politike kanë, duke përfshirë me që folët për diasporën, jo vetëm prurje nga diaspora, por edhe nga Shqipëria, për ta, le të themi, ribër atë përmbajtjen e secilit nga grupe politike, por ajo çfarë është më e rëndësishme, e që ndoshta është nevojë ulëritse, do thosha unë për politikën, për skenën e politikës shqiptare, sot është nevoja për futjen e forcave politike shqiptare, të cilat mund të jenë ndoshta tërësisht të reja, të cilat mund të vinë me mendësi të reja, të cilat e duan atë vend dhe mund të kenë përmbajtje të njerëzve të cilët mund të jenë profesionistë, teknicien apo njerëz të cilët mund të kontribuojnë, dhe kjo do të mundsonte qarkullimin e elitave jo vetëm në forcat politike ekzistuese, por edhe me alternativa politike të reja, dhe besoj që terreni politik shqiptar, pavarësisht kufizimeve të forta që ka sot kodi zgjedhor, që pothuajse bën shumë të vështirë hyrjen e forcave të reja politike për një arsye që besoj ndoshta meriton një diskutim tjetër, të një dite tjetër, sistemi zgjedhor në Shqipëri, që mund edhe ta analizojmë.
por mendoj që nevoja për ardhjen e forcave politike të reja është e domosdoshme, është absolutisht. Zoti Rado, faleminderit. Klodi, në fakt, se ne nifemi që vetë 2005 bashkë u punonim të shekulli. Faleminderit që pranove ftesën dhe të jemi në këtë bashkëbisedim së bashku, ishte një kënaqësi e imja. Faleminderit miku. Dhe para se ta mbyllim, në fakt, unë kam bërë si zakon dhe i them të ftuarve që keni ndonjë pyetje për mua që mund të shpreh ndonjë mendim apo një kurreshtje, unë jam gati të përgjigjem. Pa tjetër, unë në fakt një pyetje kam për ty, me qenë se jemi të kjo pjesë, është ti vajtet disa vite tani që le të themi pavarësisht se je jashtë Shqipërisë, e ndjek gjithë jetën politike dhe publike shqiptare me siguri. Nga ana tjetër e oqeanit, sa e ndryshme është Shqipëria që ti le me Shqipërinë që she tani? Fatkeqësisht nuk shoh, sepse unë çdo vit i shkoj në Shqipëri dhe në Kosovë ku kam familjen dhe i prek gjërat, pavarësisht që edhe çdo ditë komunikoj me kolegë të ndryshëm, shoh situatën si po shkon. Të them të drejtën, përveç se ndryshimet për të mirë në infrastrukturë, flas në rrugë, në qoftë se quhet në ndërtimet pallatet të larta, por pjesa tjetër mendoj që është keq më keq. Vazhdon edhe sot e kësaj dite, unë në 2017 jam largu nga Tirana, në fakt, vazhdon e kësaj dite Tirana nuk ka ujë me orar. Vazhdon sot e kësaj dite Tirana nuk ka shërbime të mirëfillta sociale, nuk ka shërbime shëndetësore. Pra unë vazhdoj të qëndroj faktit që në qoftë se larg qoftë ketë një person të shëmur në familje, ti du të marrish kredi për të bërë mjekimin e tij. Fatkeqësisht arsimi ka rënë në nivelin që ndoshta nuk e di, po ato se çfarë ndjekim në shumë njerëz në rrjetet sociale apo në media apo në komunikimet që kemi të përditshme, politizimi i arsimit, dërgimi i mësuesve nga partia, fakti i mungesës aspektet kulturor të atij mësuesit, pra po prodhojmë në një farë mënyrë gjenerata deri diku edhe që nuk din të lexojnë akoma, i kanë kalu nivelet e klasave shkollës fillore dhe nuk din të lexojnë mirë. Pra nuk e shoh që po ndërtohet diçka përveç propagandës për cilën qeveria fatkeqësisht ose është një nga qeveritë e cilat luan shumë me propagandën dhe me PR-in. Por të them të drejtën nuk shoh në një ndryshim pozitiv, nuk jam, ndoshta edhe nga profesioni, na ka bërë që të jemi dyshues për çdo gjë, por realiteti ky është. Në Tiranë ndërtimet e larta po bëhen nga personazh të krimit organizuar, po marrin statusin e investitorëve strategjik dhe po më kamuflohen me emrin e biznesit. Pra shumë gjëra, ndoshta turizmi thonë është rritur por nuk ka shërbime. Unë vetë kam qenë pushime dhe kam shku në Shqipëri, le për të dëshiruar shërbimi, sjellja në njerëzve në rrugë, mund të shkel njeri në vija të bardha, nuk ka fare diskutim, të sharën dhe të del të nxjerr kokën nga dritarja, thot pse kalon në vija të bardha, nuk po shef që po kaloj unë. Pra ka shumë probleme të tilla që mendoj fatkeqësisht unë nuk i shoh gjërat, po themi, unë i shoh ashtu siç janë dhe ashtu siç mendoj dhe i gjykoj shumë ftoft nga këtu ku jam, sepse se sa të isha në Shqipëri për shkak të emocionit të përditshëm edhe harron. Kështu që fatkeqësisht nuk shoh ndonjë ndryshim për të mirë në Shqipëri dhe nuk jam pishman pse u jam larguar, kuptohet, pasi fitova lotarinë amerikane. Faleminderit, absolutisht si heq asnjë presje. Është ashtu. Kështu që edhe juve besoj vetë shkoni në Shqipëri dhe i shikoni, keni familjar tuaj dhe iq më larg se para pak ditësh u kthyen nga Shqipëria dhe keni përjetuar dhe e prekur vetë edhe sistemin. Dhe kur jeton në një vend tjetër dhe e krahason sistemin me një vend tjetër, themi, po si ka mundësi, Bostoni, po themi, është në nivel popullsie sa është gjithë Shqipëria. Imagjinoni se çfarë është në gjendje të bëhet dhe çfarë kushtet ofrohen dhe çfarë bëhet në Shqipëri. Pra nuk është që nuk mund të bëhet ai vend. Problemi është që politika nuk do që të bëhet ai vend dhe për atë punë është në këtë drejtë se ku ndodhet sot. Po, absolutisht. Jo vetëm politika, ka shumë faktorë aty, qoftë krimi organizuar edhe mundësia që ne folëm me gjithë ato këtyre personazheve, sidomos të krimit organizuar, që ata të kenë dhe manovrim dhe fushë të lirë veprimi. Kështu që fatkeqësisht kjo është. Dhe unë për atë shoh që pak më skeptik edhe në lidhje me funksionimin e institucioneve të reja të drejtësisë, të cilët mendoj që nuk janë duke bërë atë sa duhet për të bërë. Por gjithsesi, Klodi, shumë faleminderit.
uroj dhe shpresoj që të takohemi qoftë këtej apo qoftë vi unë ande nga Kanadaja. U bëhet qefi që jeni mirë dhe vetëm suksese në punën tënde. Faleminderit i nderuar. Gjithë të mirë. Faleminderit. Shëndet. Miq, ky ishte epizodi i radhës. Faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni të na ndiqni në YouTube në kanalin Mashqip me Flamur Vezaj, si dhe në rrjetet sociale. Na shkruani gjithashtu në mashqippodcast@gmail.com. Së shpejti do t'ju prezantojmë edhe median tonë online mashqip.com. Deri atëherë, mirëmbëjtje dhe faleminderit.